Dje në Prizren si dhe në mbarë Kosovën ka përfunduar gjysmëvjetori i parë i vitit shkollor 2023-2024. Drejtoresha Lulieta Veselaj Gutaj pohon se ishte një vit i suksesshëm gjysmëvjetori i parë i këtij viti shkollor. Në shumicën e shkollave dje është treguar suksesi i këtij gjysmëvjetori, derisa ka edhe shkolla që suksesin e tregojnë sot, tha ajo për televizionin Besa. Dje në fakt ka përfundu gjysmëvjetori i parë i vitit shkollor 2023-2024 dhe nxënësit shkojnë në pushime deri me datën 24 kur kthehen në shkolla. Përgjithsisht, gjysmëvjetori i parë ka kalu në faza normale, nuk ka pas probleme të theksume, orët janë bajt dhe si proces i përgjithshëm konsideroj se është përmbyllur mirë. Kurse ne e pyetëm se a ka kërkesa nga mësimdhënësit që të marrin pushime pa pagesë pas liberalizimit të vizave. Ajo pohon se tani një vit ka pasur kërkesa të kësaj natyre, por që tani mund të themi se nuk ka numër të shtuar të mësimdhënësve që kanë kërkuar të jenë pa pagesë për një kohë të caktuar. Ma shumë se një vit që pothuajse në çdo muaj kemi kërkesat e tilla për të marrë pushime pa pagesë për një vit, me arsye të ndryshme, duke u nisur nga ato shëndetësore, studime jashtë vendit e tjerë, mirë po ju të gjitha miratohen pa pas një bazë me argumente se ku do të lëvizin. Nuk ka pas ndonjë ndryshim të madh ose kërkesa të shtume këto javë për sa është bërë liberalizimi, uroj që mos kemi edhe në ditët në vijim. Në datën 24 janar fillon gjysmëvjetori i dytë i vitit shkollor 2023-2024. Ajo pohonte dhe shpreson që gjysmëvjetori i dytë do të rifillojë mirë dhe suksesi i këtij viti shkollor do të jetë i mirë.